i ditës, ndarja e Brikenës dhe Mateos ka qenë një nga temat më të komentuara në rrjetet sociale, ndërsa mes aludimeve të shumta është përmendur dhe emri i Francesca Rustemit. Një pjesë e ndjekësve kanë spekuluar se moderatorja mund të ketë pasur ndikim në raportin e ish çiftit, pretendimit që Francesca ka vendosur t'i mohojë publikisht. Ajo ndalte video publikuar nga Brikena në rrjetet sociale, e cila më pas e fshiu dhe që sipas saj ka sjellë shumë interpretime të gabuara. Në rrjetet sociale, një video që Brikena ka postuar pastaj e ka fshirë, nuk e di pse. Për mua është okej, një video që ka qenë Brikena dhe unë kam qenë anësore duke e parë. Dhe të gjithë fanca dhe njerëzit që më ndjekin mua dhe Brikenën kanë qenë me idenë që Francesca xhelozon Brikenën, ose Francesca ka gishtë ndarjen e tyre. Do të sqaroj këtë faktin, nuk do ta lë kështu të hapur, u shpreh ajo. Francesca theksoi se nuk është vetëm pjesë e situatave të tilla dhe mohoi kategorikisht zëra që e lidhin me fundin e marrëdhënies së tyre. Nuk jam as tip xheloz, as tip që ndan çifte, as tip që merret me punët e tjerëve. Jam një njeri që më interesojnë shumë punët e mia dhe punët e mia di t'i bëj më së miri, deklaroi ajo. Moderatorja shtoi se gëzon respekt për Brikenën dhe raporti i saj me të nuk ka qenë kurrë problematik. Unë kam shumë xhan Brikenën, jo si Brikena e Mateos, unë kam xhan Brikenën për vajzën që është dhe për vajzën që unë dua ta njoh. Ndërkohë Brikena dhe Mateo do të jenë pjesë e spektaklit, një emision që drejtohet nga Ed Manushi dhe Francesca Rustem. Të dy do të jenë pjesë e panelit të përhershëm gjatë transmetimit live deri në përfundim të botërorit. Pikërisht kjo do të sjellë shumë takime të vazhdueshme mes dy ish partnerëve në ekran, në një periudhë kur publiku vijon të diskutojë arsyet që çuan në fundin e marrëdhënies. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.